Fermerët e fshatit Mançurish në Devol po përballen me rritje të kostove të prodhimit. Inputet bujqësore si farat përmirësuese, plehrat dhe kimikatet kanë pësuar rritje të çmimeve, duke e bërë gjithnjë më të vështirë mbjelljen e prodhimeve. Për pasojë, shumë fermer po heqin dorë nga bujqësia. Ne vështirësi na rip kostonjer më shumë për të shitur e shesim lirë. Kjo e gjeku të ledojnë lik, po gjërat e tjera patatja këto jemi më humbi shumë. Sidomos davi, këto impultet janë më të shtrenjta. Domethënë këto 10 vite të fundit janë ngritur aq shumë sa se merr domethënë. Dapin domethënë më të shtrenjtën e kemi marrë 60.000 lekë. Tash i vati 105. Plerat kimike janë më shtrenjtë këtë vit. Gjende sa vinë në ngritje. Edhe i shesin sipas kualiteteve. A e marrim më të skaduarën, a e marrim më shtrenjta. Fermerët shprehen se po përballen edhe me ulje të rendimentit të prodhimit si pasojë e farave të skaduara. Ata kërkojnë që Ministria e Bujqësisë të ushtrojë kontrolle në pikat e shitjes së këtyre inputeve. Farmacit bujqësore çfarë ju thonë kur shkoni dhe merrni produktin, mallin? Para asgjë s'mbajnë në përgjithësi. Vjet kjo që pujka dolli aq me defekt, sa 70% u prish. Që pujka e vjeç me vajtin në Greqi i bën analizën dolli me defekt. Edhe u kthej e marrë këta lira si e marrë, erdhi ushit këtu hangrën fshatar tonë. Po tëra gjëra të skaduara janë, s'bajnë efekt hiç. Edhe ata që i shesën, ata s'mbajnë përgjegjësi. Përfaqësues të farmacive bujqësore jashtë kamerave pohojnë se çmimet për plehrat kimike këtë vit kushtojnë deri në 10% më shtrenjtë për shkak të rritjes së taksave të importit dhe shtrenjtimit të tyre nga vendet e prodhimit.